Shëmbëltyra e Samaritanit të mirë na drejton në vitin e ardhjes së dytë. Sipas shenjtorëve dhe etrëve tanë të shenjtë, Jeruzalemi këtu simbolizon tokën e premtuar, parajsën, ku jetoi Adami dhe Eva para se të mëkatonin. Kur mëkatoi njeriu, pra raca njerëzore, u largua nga parajsa, këtu Jeruzalemi, dhe filloi të zbres, të bjerë dhe të shkojë, domethënë për arsye të mëkatit dhe të pasioneve të tij, për në Jeriho, që simbolizon internimin, ndëshkimin, vdekjen dhe ferrin, për arsye të pozicionit të tij gjeografik dhe të nxehtit të madh që ka aty, sepse ndodhet afërsisht 400 metra në nivelin e detit, por edhe të jetës mëkatare të banorëve të tij. Prandaj edhe qyteti i parë që shkatëruan plotësisht dhe me mrekulli, siç e dim, izraelitët pas daljes nga Egjipti, ishte Jerihoja, sepse saktësisht simbolizon shtetin e djallit. Nga çasti pra që ky njeriu i shëmbëltyrës, pra raca njerëzore, largohet nga parajsa dhe streha e Perëndis, ishte tashmë një pre e lehtë për grabitësit, që simbolizojnë demonët, të cilët pasi e zhveshën, i morën të gjitha veshjet e virtytit, mendime dashamirëse dhe çdo gjë të mirë që i kishte mbetur, e lanë gjysmë të vdekur. Nuk e lanë të vdekur, sepse gjithmonë njeriu, domethënë raca njerëzore, shpresonte të gjente shpëtimin me ardhjen e Mesis dhe shpëtimtarit Isu Krisht. Shën Theofilaktos i Bullgarisë thot: Jerihoja simbolizon jetën plot pasion, sepse është shumë poshtë dhe përmbytej nga dallgët. Grabitësit simbolizojnë demonët, të cilët pasi e zhveshën njeriun, domethënë i morën veshjet e virtytit, e lanë të plagosur dhe gjysmë të vdekur, domethënë me mëkate dhe trup të vdekshëm, sepse nuk i kishte humbur përfundimisht shpresat natyra njerëzore, pasi shpresonte të merrte shpëtimin nga Krishti. Aty pra ku ishte gjysmë i vdekur ky njeri, i vetëm dhe i pambrojtur në mes të shkretëtirës, kalon rastësisht një prift dhe një levit, të cilët i shkuan pranë, e pan dhe u larguan pa i dhënë asnjë ndihmë. Prifti dhe leviti, siç thon shenjtorët tanë, simbolizojnë ligjin dhe priftërinë e dhjatës së vjetër, i cili u dha nga Perëndia, jo sepse duhej dhe donte Perëndia, por sepse nuk bëhej ndryshe, për arsye të smundjes njerëzore. Misterin e Krishtit nuk mundën ta pranojnë judejt, për arsye të varfërisë së tyre shpirtërore dhe zemërgurtësisë së tyre. Prandaj, dhe ndërsa i shkuan pranë këtij njeriu gjysmë të vdekur, u larguan pa mundur t'i japin ndihmë. Në vazhdim, aty kalon jo rastësisht një samaritan, që nuk është tjetër përveç Krishtit, i cili erdhi jo rastësisht, por me vetëdije dhe me qëllim të na shërojë. Të mos harrojmë se judejt e quanin Samaritas Zotin ton. Tek Johani, kapitulli 8, vargu 48, thot: Atëherë judejt ju përgjigjen dhe i thanë: A nuk themi me të drejtë se ti je samaritan dhe se ke një demon? Zoti ynë pra, me gjithë se quhej nga judejt blasfemik, i huaj, i dëbuar, ashtu si dhe samaritanët, kujdeset për njeriun që kishte rënë pre e grabicave, pra demonve, duke i pastruar plagët me vaj që simbolizon mëshirën, dashurinë dhe bamirësinë e Perëndis dhe natyrën njerëzore të Krishtit, ndërsa vera gjakun e Zotit ton dhe hyjninë e tij. Shën Theofilaktos i Bullgarisë thot: Vaj simbolizon natyrën njerëzore të Krishtit dhe mësimdhënien e tij. Vera simbolizon hyjninë e tij. Domethënë, njerëzimi shpëtoi nga natyra njerëzore, vaj, dhe hyjnore, vera, domethënë nga Krishti. Më pas e hipën në kafshën e vet, që simbolizon natyrën njerëzore të Krishtit, e cila ngriti në supet e saj të gjitha mëkatet e racës njerëzore, duke na bërë ne njëkohësisht pjesëtar të tij. Më pas e çon në një han, që simbolizon kishën e Krishtit dhe e dorëzon tek Hanxhiu, që simbolizon pasuesit që la Krishti, apostujt e shenjtë, episkopët, priftërit dhe mësuesit. Ditën tjetër,
Kur erdhi ora që të ikë nga toka për në qiell, shkoi tek anxhiu, domethënë tek pasuesit e tij, dhe ju jep 2 dinar, që simbolizojnë 2 testamentet, dhjatën e vjetër dhe dhjatën e re, domethënë gjithë ligjin dhe urdhrat e Perëndis, dhe ju tha: merrni këto 2 dinar që të përkujdesni me to këtë njeri gjysmë të vdekur, domethënë gjithë racën njerëzore, dhe kur të kthehem, çfarë keni shpenzuar më tepër, unë do t'ju kthej. Domethënë, çfarë mundi dhe përpjekje bëni me qëllim që të kujdesni, të shëroni dhe të shpëtoni racën njerëzore, duke përdorur gjithmonë këto 2 dinar që ju dhash, domethënë dhjatën e vjetër dhe të re, por edhe për gjithë të tjerat që do t'ju ndriçojë Shpirti i Shenjtë për të interpretuar, dogmatizuar dhe mësuar, mos u shqetësoni, unë do t'ju shpërblej në varësi të punës. Për këtë, Shën Theofil Aktozi i Bullgarisë thotë: kafsha simbolizon trupin e Zotit, sepse na bëri pjesë të tij. Hani simbolizon kishën, ku i pranon të gjithë. Hanxhiu simbolizon apostujt e shenjtë, mësuesit dhe kryepriftërinjt. 2 dinarët simbolizojnë 2 testamentet, të vjetrin dhe të riun. Kur të kthehet përsëri, do të thotë në ardhjen e tij të dytë. Edhe Shën Qirilli i Aleksandrisë na thot të njëjtën gjë. Han quan kishën, e cila pranon dhe i nxë të gjithë. Hanxhi mund të quhet kushdo që përbën tipin e apostujve dhe të tjerëve pas tyre, tek të cilët dha 2 dinar që të kujdesin të sëmurin. 2 dinar quan 2 testamentet, të vjetrin dhe të riun, të cilat këto 2 dinar i morën barinjt e kishave të shenjta, i shtuan me mundin dhe djersën e të mësuarit dhe i shpenzuan brenda në kish, dhe i shtuan më shumë, dhe kur të vijë Zoti në ditën e fundit, do të thotë se i cili: Zot, 2 dinar më dhe, kanë fituar dhe 2 të tjera, me të cilat shtova kopen. Ky shkurtimisht është interpretimi i shëmbëltyrës së mësipërme që pak a shumë të gjithë e dim. Çfarë simbolizojnë 2 ditët dhe 2 dinarët? Ne këtu do të qëndrojmë vetëm te kjo pikë ku Samaritani i mirë, domethënë Isu Krishti, pasi dorëzoi tek hani, domethënë tek kisha, njeriu gjysmë të vdekur, qëndroi me të për 2 ditë. Por edhe tek kjo tjetra, se duke ikur dha tek hanxhiu 2 dinar dhe do t'i japim një tjetër interpretim. Dhe të nesërmen, para se të niset, nxorri 2 dinar dhe ja dha hanxhiut duke i thënë: kujdesu për të dhe ç'të shpenzosh më shumë, do të jap kur të kthehem. Tek Luka, kapitulli 10, vargu 35. Nuk është hera e parë që jepet dhe interpretim i dytë apo i tretë për të njëjtin paragraf dhe për të njëjtën çështje nga shenjtorët tanë, ku njëri interpretim nuk e mohon tjetrin. Përse në këtë shëmbëltyr, Samaritani i mirë qëndroi 2 ditë në han, bashkë me njeriu gjysmë të vdekur, dhe përse të japi 2 dinar dhe jo 3, 4, 5, 10, 30 apo një shumë tjetër? Ka vallë, siç e kemi thënë shumë herë, ndonjë gjë rastësore brenda në fjalën e Perëndis? Natyrisht që jo. Absolutisht asgjë. Kush është Samaritani i mirë? Zoti ynë Isu Krisht. Kush është hani? Kisha e Krishtit. Sa qëndroi në han Samaritani i mirë? Për 2 ditë. Dita e parë ishte dita që shkoi në han dhe dita e dytë ishte dita tjetër që iku. Me që Samaritani i mirë është Zoti ynë dhe hani kisha e tij dhe vetë Krishti ynë e përmend qartë, prerë dhe në mënyrë kategorike se qëndron aty për 2 ditë Samaritani i mirë, atëherë del pa u nxituar konkluzioni se ai do të qëndrojë edhe Krishti në kishën e tij. Për 2 ditë, do me thënë për 2000 vjeçar, sepse si që dim, një ditë është e barabartë me 1000 vjetë. Pra 2 ditët që qëndroi në han Samaritani i mirë, bashkë me njeriu gjysmë të vdekur, simbolizojnë 2000 vjeçarët që do të jetë Krishti dhe kisha për mbi tokë, duke pranuar gjithmonë të gjithë të sëmurët, të plagosurit dhe njerëzit që janë gjysmë të vdekur, që janë goditur nga djalli dhe mëkati,
duke i kujdesur dhe shërbyer sa më mirë të jetë e mundur, pasi ka marrë nga krijuesi i saj çdo gjë që duhet për të kujdesur të vuajturit dhe të plagosurit. Fjalën e Perëndis, do me thënë dhjatën e vjetër dhe të re, edhe vajin edhe verën, do me thënë dashurin, mëshirën, bamirësinë e tij, por edhe trupin dhe gjakun e tij. Nuk do të mundej vallë Zoti ynë të qëndronte 3 apo 4 ditë derisa të shërohej ky njeri e pastaj të ikte. Të mos harrojmë se nuk kaloi rastësisht andej. Kaloi qëllimisht, sepse ai ishte qëllimi i tij, të shpëtoi njeriu e plagosur dhe gjysmë të vdekur. Do mund të qëndronte sa duhej dhe të bënte çfarë duhej me qëllim që të shpëtojë njeriu. Duket edhe nga historia e shëmbulltyrës se nuk i interesonte diçka tjetër, as vetja e tij, as familja e tij, as punët e tij. Me sa duket, kishte lënë çdo gjë tjetër dhe qëndroi me të për 2 ditë, pa u ankuar, apo të interesohej për diçka tjetër. Nuk do mund të qëndronte edhe për disa ditë të tjera nëse duhej. Natyrisht që mund të qëndronte, por pse nuk qëndroi më shumë ditë? Sepse përfundimisht kaq ishin ditët që duhet të qëndronte pranë racës njerëzore, brenda në kishën e tij, para se të vijë për herë të dytë që të gjykojë të gjallë e të vdekur dhe të fillojë një jetë e re, jeta e përjetshme, pa demon, pa mëkat, pa vdekje, pa dhimbje dhe hidhrim. 2 ditë, do me thënë 2000 vjeçar, afërsisht 2000 vjet, pasi, siç ne thot shkrimi i shenjtë, një ditë është e barabartë me 1000 vjet. Tek letra e dytë e Petros, kapitulli 3, vargu 8, thot: Por shumë të dashur, mos harroni këtë gjë, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet, dhe 1000 vjet si një ditë. Por edhe 2 dinarët na drejtojnë në të njëjtin përfundim, pasi ishte në një farë mënyre pagesa e Hanxhiut për këto 2 ditë që u kujdes dhe do të kujdesej për të plagosurin, do me thënë racën njerëzore. Në qoftë se do të shkoj dikush e të kërkoj në tekste të ndryshme historike të kohës së Krishtit, do të shohi se realisht pagesa e një dite pune për punëtorin e zakonshëm ishte 1 dinar. Pra, duke dhënë Zoti ynë tek Hanxhiu 2 dinar me qëllim që të kujdeset për të plagosurin, donte qartë të na zbuloj këto gjëra. Se pasuesit e tij, apostujt dhe klerikët, të cilët simbolizohen me Hanxhiun, nuk do të duhej të kujdesen dhe të mundohen më shumë se 2 ditë. Do me thënë 2000 vjeçar për ata që bien në duart e grabicave, do me thënë të metodave dhe praktikave të djallit dhe të demonëve të tij. Pasuesit e tij do të punojnë për kopën e Perëndis për 2000 vjet, të cilat simbolizohen me 2 ditët dhe me 2 dinarët që do të merrnin si shpërblim. Pas mbarimit të 2000 vjeçarve, do të vijë përsëri ai që të marrë kujdestarin e të gjithëve atyre që besuan në të, por edhe të japi shpërblimin e vërtet tek secili, duke thënë: Të lumt shërbëtor i mirë dhe besnik, ti u tregove besnik në gjëra të vogla, unë do të vë mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Tek Mateu, kapitulli 25, vargu 23. Ja pra, që edhe nga shëmbëltyra e Samaritanit të mirë del pa u nxituar përfundimi se kisha e Krishtit do të ekzistojë përmbi tokë vetëm për 2000 vjet, do me thënë e shumta deri në vitin 2033. 33 plus 2000 na bëjnë 2033. Por kjo nuk mund të jetë në fuqi, siç shumë mirë e shohim dhe e vërtetojmë edhe në pjesë të tjera të librit. Si pra nuk e dim se kur do të vijë përsëri Zoti ynë?